Ministri i Drejtësisë, Besford Lamallari, ka qenë këtë të martë në IEVP Durrës për të parë nga afër situatën pas përmbytjeve. Lamallari tha se janë marrë të gjitha masat e nevojshme, duke nisur nga stakimi i energjisë elektrike në katin e parë të institucionit, si dhe evakuimin e personave të këtij institucioni. Ministri tha gjithashtu se po funksionon Komisioni Emergjencave Civile në Durrës, që gjithçka të kthehet në normalitet. Ndodhemi këtu në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale të Durrës, bashkë me drejtorin e përgjithshëm të bugjeve dhe drejtorin vendor, për të monitoruar nga afër situatën. Sigurisht janë marrë gjithë masat e nevojshme, si lidhur me stakimin e energjisë elektrike në katin e parë, evakuimin e personave që qëndrojnë pranë këtij institucioni në katët e larta, dhe kemi gjithashtu në mbështetje tonë dhe pompat me kapacitet të lartë nga Ministria e Mbrojtjes. Njëkohësisht po funksionon plotësisht dhe Komisioni i Emergjencave Civile në Durrës për të garantuar që gjithçka do shkojë brenda normalitetit. Rreshjet me intensitet të lartë kanë shkaktuar probleme në të gjithë vendin, ku më të prekur janë qarku i Durrësit dhe Lezhës.